A diçka tjetër? Multivajtim. Mirë brama, atër familjes për gjithë parelis, mirë brama për shikusit që na përcjellin. Po mendoj që nështë ende ka kohë lartë dhe në vend me vajtu, besoj që i shkon mi mobilizu skena politike komplet dhe me ardhë sa ma shpejt e krimi institucione. Po unë po pres që javën e ashme mu konstituu kuvendi, edhe mi pa deputet në salë. Javën e ashme të certifikohen të zgjedhje. Po, edhe me njëherë... Po thunë me njëherë me një dita, a i ka 30 dit. 5 dit, ka mundësi me... Po e di. Qatë 5 ditsh. Edhe me njëherë mas konstituimi kuvendit me prit që ka me pas një marrëveshje politike, e cila kom na sjell një president fuqishëm në vend, edhe me kriju një qeveri e cila ka me qenë po ashtu e fuqishme dhe me evitu këto problemet të cilat i përmende me radhë. Jo veç këto, po ka shumë të tjera, mirë po pikrisht fakti që i përmende milionat e humbur, po besoj që ka hapësirë për me nëzonë. Nëse arrihet në afate kohore dhe nëse ka vërtet një pajtueshmëri, ose ka thjesht një moral më të madh për me kriju institucionet edhe nuk ka me shku mozhagit sikur në 2-5 zgjedhjet e kalume edhe me ardhur në një situatë të njëjtë, sepse nëse vërtet e shohim një situatë të tillë, pra që thojnë populli dita e mirë shihet mëngjes, atëherë është pak me besu që kena me pas një situatë ndryshe. Pra sjelljet e njëjta nuk e krijojnë një situatë tjetër, po një situatë të njëjtë. Jo, është një thonje tjetër, nëse përsërit njëjtin eksperiment, 2 herë të prit rezultatet ndryshme e këtë procedurën e njëjtë. Po pres që mund dëgju pak ma shumë, do më thonë, kjo vot, edhe mund dëgju edhe mungese atyre votuesve të shumë që kenë me mirat të cilët rezistun me dalë vota. Mirë po besoj që këtu është partia e parë fituese. Pra vetë vendosja duhet me qenë shumë ma e fuqishme që me qenë e gatshme me implementu vullnetin e qytetarëve, të dashme i kriju institucionet, të pas ma shumë konsenzus, unë e pres këto. S'paku këtë herë e pres sepse nuk e di se çka duhet me thonë tjetër para qytetarëve, nëse edhe njëherë tentohet me kalu në një proces zgjedhor që